dëshira të jem në 11, mu plotësu dëshira të jem në ato 20 minutat e fundit. Dhe për pak i bërë gol. Dhe në atë moment unë se nuk e imagjinoja dot në kuptimin, jo se imagjinoja që mund të bëja atë gol, po që mund të eliminonte. Edhe po të barazoja, për shembull nuk e dija që mund të eliminonte Gjermania. Dëshira ishte një futbollisti që t'i shënoi një ekipi të madh. Kështu që edhe ajo ence për fat mirë dhe për fat keq nuk u realizua. Kështu që të dridhi pak nga shtylla në moment? Të dridhi pak nga shtylla? Ishte emocion. Ishte emocion më tepër edhe për veten, por edhe për babin që ishte në tribun, sepse do ishte diçka shumë e madhe. Do mbaj mend. Topi shkoi në shtyllë edhe prap gjithë e kujtojnë. Jo më t'ishte gol. Kështu që është diçka që ka ngelur në mbresat e mia më të bukura. Le dy ne të falenderojmë për gjithë historinë. Unë jam Benardi dhe këtë episod dhe të gjithë prodhimet tona të tjera i gjeni në kanalin tonë në YouTube andale.al. Shkoni aty dhe bëni subscribe.